Mi mrama mishtemi po takomi përsëri me emisionin Jetë o Jetë. Kjo javë shkoj për faqet zez, ku sa lajme t'i këna prodhu shqyqërqien, a veni vogël se faqja zez në kalit bardh. Kush me kërkan nuk mirët vesh. Hajde të takohemi për mos me u marrë vesh. Hormuzi, jena të preokupum për hormuzin qyr, apo qelet, as po qelet, e tybe neve s'na ki shku në men, me menu për hormuzin, po ketë puna naftit, qaja neve na interesant, qyshja lidhin kryt fortit, neve kur gjë në kombinim nuk na hen. Krejt që ka dojnë ana, mos më na shtrejtu, ose mos më na rrit shmimi naftës. Dojna me shku në zjedhja apet, me kësmet, mësy ja kem, qyshja lidhëm kryt nuk e di, po në zjedhja me shku, po opozita është i vetëmi rast në këtë Evropë sa një omnat që s'dojnë me shku në zjedhje. Nifshe mos pafsh. Kretë opozita në dyje, si quhet në Saba, me bismillah kërkan rënjën e qeverisë. Të na, po tutën, s'dojmë zjedhje, jem për pas, po gjetë që edhe puna e vota, se tybe ishin shku, se s'keme të. Po sonte, për me elaboru këtë këtë muhabet edhe këtë që ka e bona si hyrje, vërtet e kam një mysafir special. Unë edhe, kur ju më taku, ku më thonë që edhe ku më bisedu mas kamera, njerëz shkojnë në shkollë, me mësu, edhe është aja gruja të shaltere, është një 2 gisht atë që ti merë paret, për me shku të të një të profesori. E na kena rastin me mësu shumë sene prej Dugajin Goranit, sepse pja vofrojna pa pare për besë, se për me shku në shkollë du të me pagu. Sante bashk me mu dhe me juve do tjetë Dugajin Gorani, apo me kë. Me kë, shumë e rëndësi. Ska tjetër, vishë me kë. Me kë, se e bojnë me gë, diti shka i del një farë. Mendoj që e bojnë gabim. E bojnë gabim. Dug, po të referona, blejan, më të referu. Pa tjetër shok jem. Falimderit shumë, më ke bo nderë që ka ardhë, me bo muhabet bashk. Nderi është krejtësisht jemi, falimderit shumë. Dug, kur e njëse emisionin, kam qef me bo kështu një rikapitulim të këtë situatës, kjo dekada e fundit, shkoj që shkoj, në gjarje, këna prodhu e këna pa. Vërtet nga një pozicion që i akshe me ndu këtë situatë. Kur? Për jetënave kur? Kur se kisha paramendu, për shambull, para 10 ose 20, lere më para 30 vjetëve, që na vim në një pikë kur si shoqni, neve përfundimisht na hup rruga në obor, edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe kulturalisht, po ajo që mu mas shumë ti më mbrengos është që na ka humb udha edhe moralisht. Na jemi të u bo njerëz matë këqi, edhe jemi të u bo njerëz matë pa ditun, edhe jemi ka prodhojmë një adet, një zakon, që për mos ditunin ton, edhe për pa aftësin ton, gjithmonë mi fajsu dikon tjetër. Edhe që kjo kulturë e fajsimit, që kur mos mi pranu fajnë e vetë, as individualisht, e as na kolektivisht, me pranu që s'podim edhe fajë të na, që kjo kulturë e fajsimit është ku o bo qaqe madhe, sa që është ndru edhe në valut politike. Sot për shambull partit me zveti, grindën edhe bojnë gara, kush kënë kam i fajsu. Thush ti nëse ja qëtë fajnë dikuj, diqysh situata përmirësohet. A në fundit pun e madhe, kush ka faj, se situata është e njëjtë për të gjithë. Qysh me thonë shpia o ty u kallu, e na jemi ty u përla kush ka faj, që i ka hi flaka, e së qohët kush me marrë një kofe me uj. Edhe ma ndej kjo, edhe një adeti që ditë shumë është, që nuk fajsohet pushteti, po zakonisht fajsohet opozita, për situatën cilën një. Pse pëndodhë kjo, Dog? Nuk e di, ajo është sikur kur t'hin hajnat në shpi, edhe masi që i vjedhin sendit, ti qosh edhe e shamë pronarin e shpis, pse se kam shel derën, ose pse se ka rujt shpin, e kur kush nuk qohet mi shah hajnat, që janë hi me vjedh. Po. Pra, në një mënyrë,
fatkeqësit që neve na ndodhin, sidomos fatkeqësit që bëhen për shkak të paaftësisë tonë, na ato i kuptojmë si sen normal. Edhe e çortojmë njëri tjetrin për sjellje jo normale, karshi fatkeqësisë. Në vend se fatkeqësinë mi kuptu si sen jo normal, edhe mos me e lënë veten me përjetu, na sillemi karshi fatkeqësive edhe vështirësive si diçka që jo normale, edhe mandej qohëm edhe fajsojmë. Fajsimi, ankesa, këto janë, që me thonë, kategori krejtësisht pa rëndësishme, të pa vlefshme edhe të pa nevojshme në një realitet cilin ne jetojmë. Me të skryhet kur farë pune. Mirë po, kjo tashmë është ndru gati në kulturë përgjithshme shoqënore, që kjo qasje ndaj fajsimit, ndaj ankesës, edhe nuk mendoj që shoqënia si na, me këtë kulturë të komunikimit edhe këtë kulturë publike, nuk mendoj që është e gatshme me mirëmbajt një konstruksion qaq kompleks edhe qaq, qysh me thonë, për cilin ka nevoj shumë punë dhe energji çfarë është shteti. Kur i shohim na subjektet politike, edhe insistimi çka rekrutojnë në subjektet e tyne, për një me edhe nga përgatitja shkollore, po edhe nga përgatitja e artikulimit, lënë shumë për të dëshiruar. Po, çka është një gjë e çuditshme që kur dalin momentet në zgjedhje ata po marrin shumë vota. A mund tjetë një gjë kështu pa dash me fyt dikën, po s'po di qysh m'ja ngjit emrin. Sa ma i trash, sa ma clown, sa ma i paditur, do më thonë numri i vota rritet. Në qofë se del një njeri artikulum, i lexueshëm, i profilizum, nuk merë vota. Do të me konë pak një varë të gjare, një farë, pak dyqysh, mi thonë senet të qëroditura që për një njeri që i ka kry një 2 ditë shkollë është e pa kuptim, po dikush për përqafon qatë ide. Ti e ty është dilemen mes votuesit edhe tifozit. Edhe tifozi është një lloj i votuesit, përveç që tifozi nuk e shtin funksion shumë arsyen. Për tifoz është shumë ma me rëndësi sentimenti, edhe shumë është ma me rëndësi përkatësia ndaj grupit, se që është me rëndësi analizimi i arsyeshëm i ndonjë situate caktume, për shembull ndonjë vlerësimi. Na që mëti e kemi shëndru veten në tifoz. Zgjedhjet edhe këto proceset e ndërlikume shoqënore, këto lypin elektorat, lypin votues, të cilët nuk pritojnë mi lexu programet, nuk pritojnë me shtru pyetje pak ma të ndërlikume. Mirë po gjatë viteve, që kjo kultura e, qysh me thone, fajsimeve, krejt që kjo sipërfaqësia janë në komunikim, kjo ma në fund e ka prodhu edhe tifozin, e ka prodhu modelin e njeriut për të cilin çështjet publike, menaxhmenti ose menaxhimi i shoqënisë, qeverisja e saj, janë shëndru në çështje personale edhe çështje sentimentale, emocionale. Për të s'është më me rëndësi, as programi, për të s'është me rëndësi më, as suksesin qeverisi, për të është me rëndësi që njeriu ose grupi politik i cili këti i pëlqen, ose e ka ndonjë afërsi qoftë ajo edhe imagjinare me të, për të me rëndësi ai me fitu. Edhe mandej që shtojnë edhe popujt tjerë e ngjashmja i gëzohet të ngjashmes. Njerëzit kanë qef me pa në publik edhe në angazhim politik dikend i cili i gjason atyne. Dikend me cili ndihen më të afërt. Që e kanë një kimi të përbashkët. E kanë një kimi të përbashkët, qysh me thonë, nuk është kërcënues për ta. Nuk është kërcënues as
politikisht, nuk është kërcënues as kulturalisht, e nuk është kërcënues as në kuptimin e përkatësisë. Dug, lëvizja vetëvendosje është në pushtet pothuajse po shkojna për 7 vjetë. Menoj që, ose s'menoj hiç, po është fakt që është kryeministri më i gjatë që nga pas lufta. Tash po. Jo, në fillet e para e keni mbështet si ide, si ketë, si gjë. Dhe tani më janë në pushtet, po nga kjo qeverisje 7 vjeçare, a ka diçka që më është me veçu që mujna me thonë, kjo u bë mirë, edhe këtu e mbo keq, nga këtë vështrimi jotë, që shë ke pa këtë gjë? Nëse kishim thonë që çfarë do lloji përmbysjes shoqënore në veti i ka do të mira, atëherë ndoshta kishte mujt me janë vesh këtij pushteti qatë konotacion, që këta e kanë përmbys një rend caktuar. Pra rendin politik i cili o kriju mas 99-ës në Kosovë, këta e kanë përmbys edhe jonë mundu me e qëranjos edhe strukturalisht, edhe hala jonë në përpjekje me e qëranjos strukturalisht një administrat, një birokraci edhe një trashëgimi e cila o prodhu prej vitit 99. Çfarë do që ka qenë ajo. Pra, këta e kanë arrit përmbysjen. Tash, ka përmbysje që prodhojnë situata të reja, realitetet të reja, edhe ofrojnë mundësi të reja. Edhe ato mundën më konsideru si përmbysje pozitive ose progresive. Po nuk mendoj që përmbysja që e ka prodhu partia vetëvendosje me ardhjet pushtetit ka pas ndonjë pasojë ose ka pas ndonjë rezultat me cilin na mundem me konsideru që ka ecë shoqënia përpara. Gjatë kësaj përmbysjeje prej fillimit të qeverisjes së partisë vetëvendosje, pra prej vitit 2021, ka pas gjithmonë përpjekje. Përpjekje për me ndryshu për shembull rrjedhën e caktuar të një administrimi. Mirë, po kur s'o shku më larg se përpjekja. Ka mbet 4 përpjekje. Kur nisesh mi bën një punë, edhe kufizohesh veç të përpjekja, edhe të shumtën e lën gjys. Gjasat janë që kime prodhu situatë që jo me vështirë se ajo që ka qenë ma herët. Sot në shumicën e dikastëve, e ministrive, të shumtën funksionohet me ushtrus detyre. Shumica e bordeve, shumica e instancave të rëndësishme në atë rjetin e madh institucional shoqënor është gjysmë funksionale ose jo funksionale, me qenë se përmbysja që është mendu të jetë përmbysje kualitative është mbet në gjysmë, të shumtën prej paaftësisë, mungesës kuadrove, mos kuptimit real të rjetit tonë ligjore, edhe është prodhu ajo që gjithmonë prodhohet gjatë përmbysjeve të pasuksesshme, ajo është një anarki e mbrëmshme, institucionale e mandej, ajo anarki shkon edhe i ngrit tensionet në për shoqëni. Tash, ti sot e kini shoqëni e cila është e elektrizume, është e polarizume, është e hasmume me zveti, mes tjerash edhe për faktin që aparati shtetnor i lën në gjysmë të përmbysjes nuk funksionon, ose spaku nuk funksionon ashtu që me mujtë shoqënia me llogaritën te. Edhe sot mendoj unë pjesa më e madhe e shoqënisë që jeton në Kosovë ndihet e pambrojtur. Se problemi të shteti jo funksional është që ndjenja e parë që e prodhon te një banor dhe te një qytetar është pasiguria. E pasiguria me njëherë e sjell ndjenjen që ti je i pambrojtur. Edhe situata e pambrojtshmërisë ose që ajo gjendje e pambrojtshmërisë prodhon lloj-lloj frikash. Frikat, paranojat e ndryshme që mu s'mbron kurkush, që
jeta jame është e pasigurt, ajo mandej prodhon sjellje ekstreme. Mas pari mendime ekstreme, të folme ekstreme, e mandej edhe sjellje ekstreme. Edhe tash na jemi t'ju arë në situatë sa do shoqëni e vogël që jemi, për shkak të pasigurisë, për shkak të një administrate shtetënore që nuk funksionon, dhe për shkak të ndjenjës së pambrojtshmërisë, na jemi arë në situatë të flasim në mënyrë ekstreme për gjithçka, të sillemi në forma ekstreme me njëri tjetrin, edhe ta shkaktojmë ato që është, që me thonë, pasojë e rëndëmt, e ajo është armiqësimi brenda shoqënisë. Armiqësim i cili shkaktohet lehtë edhe merr shumë kohë për mu zhduk. Ndoket në Holandë thojnë besimi, thojnë vjen në kom edhe ik me kali. Okej, e mirë kjo. Vjen në kom e ik qatë shpejt. Po se ai lyp shumë kohë mu ndërtu, e lyp shumë pak kohë mu prish edhe mu shkatru. A menon që partitë opozitare s'po du me i përfshirë në blok? Partitë opozitare, po thëmë, veç e veç, po pitëm si tërsi, jenë ka penalizohen, sidomos LDK-ja, për shkakun që nuk i kanë ata lider të cilët e kanë themelu ato, pezem. Vetë vendosja e ka themelusin gjallë, që është aktualisht dhe kryetar lëvizjet vendosje. AK-ja, një ashtu e ka Ramush Haradinajn që e ka themelu AK-n. PDK-ja, pavarësisht që kreret i kanë hagë, po me gjitha të ata komunikojnë dhe jenë gjallë, shnësh, rrethana që ne si dëshirojmë. E vërtet. Po mendon që të na, partitë politike duhet mund ndërtu nga zeroja edhe mu kriju qaja frym të paktën për një dekadë për me armë pushtet, sepse kalimi nga lideri në një lider tjetër po e penalizën subjektin politik. Këtë rast të kemi LDK-n, për shembull që ka qenë një parti shumë e madhe edhe ka ra në shifra jo të dëshirueshme. Ati që shdojnë ai që pyet, ai gjysën e din. Kështu që ti veç një gjysë je ka hedin. Qa gjysën tjetër, qyrë me... Për gjysë tjetër po mundona une me shtu diqka. Mirë, po është e vërtet që situatat e reja lypin organizim të ri. Edhe nuk është kurfar marre, edhe nuk është kur gjë e pa zakënd, kur partitë politike ose mënyra e organizimit politik në shoqëni ndryshon varësisht prej situatave edhe varësisht prej realiteteve. Edhe po aftësia mi kuptu konat e reja, zakonisht e zhduk një subjekt politik ose një grup politik. Jeta jonë është e tillë çfarë është jeta jonë shoqënore dhe politike, edhe për shkak të zhvillimeve të shpejta brenda një shoqënie kaq të vogël, edhe për shkak të ndryshimit të vazhdueshëm të mentalitetit tonë, i cili është, që shme thonë, kalon në për procese të përshpejtume të një farë transformimi gjatë viteve, krejt këto ka qendash me ndiku që format e organizimit politik me ndryshu në raport me ndryshimet që pëndodhin shoqëni. Edhe nuk mundesh mu kap, që shme thonë, në mënyrë kështu këmbëngullëse rreth disa koncepteve tradicionale. Për shembull e përmende LDK-n. LDK-ja thirret në disa parime edhe në disa botkuptime tradicionale që datojnë prej momentit kur ajo themelu. Po prej vitit 1989. Mirë, po ato kohë që motis ekzistojnë mu. Kjo vlen edhe për parti tjera, vlen edhe për PDK-n, edhe për AK-n, vlen edhe për partinë vetëvendosje, vlen për të gjithë. Pse i referohesh parti? Me qenë se fjala, ajo parashtesa lëvizje, nuk mendoj që e përshkruan drejt një grup politik i cili nuk dallon asesi prej krejt grupeve tjera politike që funksionojnë. Kjo është arsyeja. Po, mirë po, mendoj që mbajtja e emnit lëvizje, mendoj që nuk është korrekte.
me qenë se lëvizje në kupton diçka shumë më të madhe se ajo që kanë fakt ai subjekt paraqet. Ai subjekt e paraqet një parti sikur parti tjera. E lëvizja e në kupton, qysh me thonë, E kap më gjanë. për mbledhjen e shumë grupeve, e shumë botkuptimeve, edhe po ashtu edhe shumë udhëheqësve, e cila e ka një qëllim caktuar për shembull të ndryshimit të madh shoqëror. Kjo nuk e përfatson atë. Tash ti mundesh me ja mbajt emrin lëvizje. Ndoshta kur është o nis me bindje që do të jetë lëvizje gjithë popullore, mirë po gjatë zhvillimit, ajo është ndru në një grup politik, një subjekt politik, është i regjistruar si subjekt politik. Edhe është për mu, edhe është gramatikisht absurde me thonë partia lëvizja vetëvendosi, që zakonisht i thojnë, me qenë se ajo është regjistruar si parti politike, ndërkohë emrin e ka lëvizja vetëvendosi. Më duket gramatikisht krejtësisht absurde me thonë partia lëvizja vetëvendosi. Se jeni për të parëve që keni fillu me ju referu si partia vetëvendosje. Ti je regjistru si parti, je të funksionu si parti, e që shtojnë anglisht, nëse hetë si pat, doket si pat, edhe bën si pat, atëhero pat. Nuk ka tjetër, nuk ka variant tjetër. Kur keni qenë në lëvizjen vetëvendosje, atëherë ka një ideja që njëna nga pikat në plan programin e lëvizjes ka qenë edhe bashkimi me Shqipërinë. Në vërtet. Edhe kjo temë u diskutu shumë. Edhe na sot, kur e nisa si pyetje pa konvike kështë më ne me nisa, se qatë shumë konsumu si temë, po me gjithatë, në pushtet kanë ardhë me disa pika që janë kanë sensitive në kuptimin që njerëz t'i kanë prejkë sentiment, se po bashko me Shqipërinë, po bëhem shtetë i madhë, kufinin merdare, edhe në Podujeva atje me vendos, edhe jem në regull. Dhe erë në pushtet, i fitoj i krejt, si asë njerë me parë, pse së ndodhe, vla? Po hajde së ndodhe, okej, së ndodhe, po pse kërkosh nuk po kërkon një llogaritë të tillë, vlla, ty të kena votu për më na bashku me Shqipërinë. Qysh ka të shpejt, po tretet që kjo gjë e madhe në shoqërinë tonë, shpejt pe normalizojna. Po okej, s'ka në rregull, vazhdojmë. Po bre, vish na ke thonë mu bashku me Shqipërinë. Do më ke thonë sot që vjen emision. Edhe si orë në emision, duhet me thonë diçka, po thonë. Të paktin minimalisht, duhet me dalë mi kallëzu, kësaj shoqënia që këqyre njetë e këna pas, po si shkon qatë shkollaj, që ka bëhet la me që të punë, qysh për absorbojnë a ka shletë që gjë. Dore, zamër, kur jëmë shkune aty, unë s'kom dajtë shumë aty, ma pak se një vjetë mirë, po për atë sa kom qenë aty, pra ajo viti 2016-2017, nuk e di nëse njëherë është përmend bashkimi me Shqipëni, s'paku në qato mbledhje në për situata ku unë kom qillu aty. Natyrisht, ajo ka qenë frazë. Edhe ka qenë frazë që është përdor e është ripërdor edhe prej këtij subjekti politik gjatë viteve, për me mujtë mi bon një lloj të dallimit, për me mujtë me prodhu një imazh të ndryshimit prej tjerëve. Me qenë se fjala edhe koncepti bashkimit kombëtar mas vitit 99 u shëndru në një opcion të pa, nëse jo të pa lejueshëm, atër s'paku të pa vend për realitetin i cili u prodhu në Kosovë mas bombardimeve, mandej mas pavarësisë, atëherë mënyra e vetme për me ranë sy është, e ajo ka qenë specialitet i partisë vetëvendosje, ka qenë me synu të pa mundshme. Ose s'paku me synu diçkafin që është për realizimin të cilës duhet një angazhim tepër i madh shoqëror, edhe ajo për atë fakt mbetet në suaza gati teorik. Qëre, bashkimi kombëtar, përderisa ka kombe edhe shtete kombëtare, për njerin si unë gjithmonë mbetet një lloj i synimit.
Ajo është një lloj synimit I cili ma shumë gjatë jetës të shërben në mirëmbajtje të një qartësie tonë identitare. Mirë po për angazhim praktik të mirë fillt për bashkim kombëtar, për bashkim mes dy shteteve, duhet formë krejtësisht tjetër fare e funksionimit politik, duhet mentalitet dhe botkuptim krejt tjetër fare shoqnor. Ky sot, sidomos ky që promovohet prej partive si Vetëvendosja, është fars. Edhe mua më ka pengu kur kom qenë aty, me qenë se e kom pa qysh ato që e the edhe ti, e kom pa qysh është Maru. është tepër jo korekte. Me fol për gjëra të cilat edhe si ki seriozisht, edhe në situatën aktuale janë tepër të ndërlikume për me e nis çfarë do lloji të zbatimit tyne. Kështu që përdorimi këtyne frazave edhe përdorimi pa kujdesshëm I këtyne koncepteve historike është flet edhe për një farë mos respektimi të audiencës, mos respektim të qysh me thonë, të një farë mbamendje kolektive mbi përpjekjet që I kemi bërë si shoqni, sa do suksesshme ose jo kanë qenë ato gjatë historisë. Pra është një farë lloji I qysh me thonë I shprallimit, një lloj I disrespektit total ndaj një çështje tepër s'paku për neve si shqiptarët Kosovës tepër të ndihshme. E kur e përdor ti në mënyrë aq pa kujdesshme, ti në një mënyrë e dëshmon që nuk I ndjeshmëri hiç për atë punë. Mirë po, intimisht mendoj që partia Vetëvendosje nuk votohet për shkak të bashkimit kombëtar, po votohet për shkak të hakmarrjes ndaj ish pushteteve. Pra, ata që e votojnë sot, ose ata që e kanë votu gjatë këtyne viteve, Partinë Vetëvendosje të shumtën kanë qenë të shtytur prej një sentimenti. E ajo është hakmarrja e projektume në kokë atyne si hakmarrje ndaj grupeve politike të cilat si mas tyne ja u kanë vjedh ose ja kanë shpërdoru ardhmënin. Pra, për fat të keq të na në shoqnin e shqiptarëve të Kosovës, ekzistojnë dy bloqe shoqnore që prej ditës së çlirimit, që prej qershorit 99, gradualisht të na janë prodhu dy shoqni të ndara. Një pjesë e shoqnisë që e ka përjetu çlirimin si mundësi të madhe, edhe një pjesë që ka mendu që me çlirim është përmbys rendi shoqnor edhe është përmbys në dëm tyne. Është përmbys në dëm tyne. Qyre, qershori 99 është një përmbysje s'paku për shqiptarët Kosovës e pa me në histori tyne. Qysh me thonë, pardje ke ndërshka, sëd je vend I lirë I sundum prej shqiptarëve. Kur kun historisë, unë e s'mbajnë men që kjo punë o boj qështu për 2 ditë. Neve na ka ndodhë. Mi kallzu dikuj, mi kallzu nipave nuk të nëzojnë besë. Mirë, po neve na ka ndodhë që brenda 2 ditëve mu ndryshu 2 lloje të sundimeve. Brenda fjalë për fjalë shumë 2 ditëve, jo brenda 2 ditëve kështu si frazë. Po. Tonën ka qenë Serbit, mërkurën o bo vendi lirë. Në ky ndryshim është ndryshim që e ki vështirë me e absorbu, edhe e ki vështirë me qysh me thonë, me ju përshtat. Edhe kur ka fillu që kjo përmbysja e madhe, pra, kur vendi është liru për njëherë, edhe kur njerëz kanë fillu mu angazhu për mu gjetë në kohën e re, sikurse edhe në plot shoqni tjera, gjatë historisë, gjithmonë krijohen 2 tabore. Një tabor I cili thotë s'jom t'ju mujt mu gjetë në qëtë realitet,
edhe një tabor që thot të lumt na për qëtë realitet që u kriju. Po besoj që më shumë janë që thojnë të lumt na. Nuk e di. Unë e komendu që ky tabori që thot të lumt na jemi 100%. Gjatë viteve kom pa qysh ka njerëz që përmbysjen e madhe që ka ndodhur me çlirim edhe me liri e kam përjetu edhe si humbje të statusit, edhe si humbje e një lloj të rutinës jetësore që e kanë pas. Edhe na si shoqëni kur s'kemi fol për këto punë. Kur nuk kemi zhvillu situata tilla kur na kishim diskutuar rreth botkuptimeve që i kem mbi lirinë dhe çlirimin. Sa kem fitu, a ka të tillë që ndihen që kanë humbë, a ka të tillë që ndihen që statusi i tyre ka ndryshuar për të keq, që disa rende caktuara shoqënore mos ekzistojnë. Edhe ato janë të nevojshme për çdo shoqëni që kalon në këso përmbysje dhe ndryshime dramatike. Po për faktin që këto gjëra kur si kem fol me zveti, këto janë shku edhe janë, çush me thonë, janë galvanizu edhe janë cimentu në shoqëninë tonë edhe më vonë janë shndru gati në grupacione politike. 2 grupe në Kosovë sot ekzistojnë politike pavarësisht numrit partive. Një grup politik i cili e sheh Qershorin 99 si rilindje e vendit, edhe rilindje e vet personale, grupore, edhe një grup i cili është i bindun që në proces të çlirimit diçka prej statusit tyne, diçka prej identitetit tyne, edhe prej mirëqenjes tyne është damtu pa kthyshëm, edhe ata ndihen që ju është boni pa drejtësi. Kjo gjatë viteve është së ndërtu brenda frazave hajnat e mas luftës, komandantat, zhvatja që u bo, 20 vjetë që i kanë shkatru vendin. Këto fjalë, ose këto fjali, këto deklarime, janë prodhu gjatë viteve si mënyrë e shpërfaqjes së një çështje për cilën na kur s'kemi mujt me fol. Ajo është qysh je gjetë mas çlirimit. Qysh ki mujt me organizu jetën tënde mas çlirimit. Edhe në çfarë mënyre mendon që jeta jote mas çlirimit ka qenë kualitativisht e damtume. Se nëse këto gjëra nuk i flasim, atëherë duhet mu bo gati që kanë mu kriju mënyrat, kanë mu kriju ato ventilat shoqënor, përmes cilave që to qëndrime kanë me shpërthy. E ata ventila shoqënor aktualisht janë partit politike. Unë mendoj që partia vetëvendosje o shëndru në qendër edhe në magnet të njerëzve të paknaqur, të cilët paknaqësitë e veta mendojnë që mas lehti edhe mas miri i shprehin përmes qoftë përmes përkrahjes ose përmes antarësimit në atë organizat. Mirë, po kur e këshyrti listën e paknaqësive, ti i sheh këto frazat që unë i kom dëgju që 25-6 vjetë. E ajo është hajnat e mas luftës, komandantat, ata që i erdhen e i murën e zhvaten pasunin, edhe i shkatrun fabrikat, pra ti e kitë në, që shtojnë sot, një narrativ, një tregim të strukturuar, i cili flet për qëtë ndjenjë. E ajo një lloj i ndjenjës së humbjes. Se qysh mundet dikush mundi që ka humbë në Qershorin 99, përveç atyne që kam pësu viktima, ajo është e kuptueshme, mirë po ata cilët kanë mbijetu, qysh munden me përjetu atë situatë si situatë e nisjes së një epizodit të rëndë dhe fatkeq të shoqënisë, unë që tos e kom vështirë mi marrë vesh. E kjo, kur flasim për polarizim shoqënor, edhe kur flasim për qëtë armiqësi, edhe nëse mundohemi mi analizu gjenezën e kësaj,
Atëherë s'kem qare pa u kthy që to ditë të parat mas luftës. 99-ës. Qare s'kem pa u kthy, edhe qare s'kem pa e pranu që sot për fat keq janë dy grupacionet mëdha politike. Edhe ato, kur e sheh numrin e partive politike, nuk jenë gjendje me e përcaktu drejt ku janë qëto dy tabore. Mirë po mandej, prej mënyrës që diskutohet politikisht, ti e kupton që ekzistojnë vetëm dy grupacione. Është një grupacion i cili ndihet që është i shpronsum, që është i damtum, edhe që është i keq trajtum në periudhën e mas luftës, edhe është një grup i cili periudhën e mas luftës e sheh si momenti i parë në histori, kur shqiptarët e Kosovës kanë mujt me punu, mu zhvillu, kanë mujt me funksionu lirshëm edhe me organizu të sotmen edhe të nesërmen e vetë në bazë të aftësive edhe mundësive të veta e jo në bazë të varësis prej ndonjë regjimi ose ndonjë sistemi caktum. Kështu që këto dy grupe nuk e kanë ndërmend mu pajtu me zveti. Nuk e kanë ndërmend, do më s'po shohim shaja që... Nuk mendoj që pajtimi i grupeve me këso ndasi mundet me ndodhë, po ndonjë angazhim të madh shoqënor të pajtimit. E angazhimi, mendoj unë, angazhimi madh shoqënor rreth pajtimit është realisht diskutimi i kësaj teme, diskutimi i kush ka humb ose kush ndjehet që ka humb dhe pse ndjehet ashtu edhe kush ka fitu në qëto 26 vjet të fundit. Edhe pse ndjehet i fituar. Edhe pse ndihet natyrisht i fituar, se çlirimi dhe liria realisht kanë vlejt për të gjithë. Me që kjo tema të cilën na i shpjegove lidhet pak edhe me një gjë historike, kohët para disa jave është prezantuar një ekspozit në sheshin e Prishtinës nga Shkelzen Gashi, jo pashkas, po e kthej mohabetin aty sepse ju keni qenë edhe panelist, nëse s'gaboj bashkë në një studio televizive, ku ka qenë pjesë edhe Xeni. Për te asaj, jo gjithë shka thuhet në televizion, po mas emisionin njerëz takohen, e pini kafe, e bëjnë një muhabet. Vërtet më intereson ajo pjesa mrapa asaj që ne kemi pa. Çuçi ka pa këtë gjatë, sepse deklaratat e tina vazhdimisht kanë qenë skandaloze në kuptimin e luftës, kuptimin e pas luftës, zhvatjes, këtë ta që e shpjegove nga qershori 99-ës deri me sot. Tani ai mo e dha edhe një e boni në fakt edhe një liber, edhe një ekspozite në nxorë në shesh, me pasaktësi të shumta të paktën ashtu e deklaruar edhe nga burimet të cilat ai ka marrë informacion, si bie fjala Natasha Kandić, e kështu me radhë. Si e sheh këtë që ngjarje që po ndodh? Unë nuk kam dëshirë me komentu, me qenë sa se kom lexuar atë libër, unë i kom pa reagimet, e kom pa dhe arsyen aty në reagimeve, mendoj që pa kujdesit e tilla, qofshin ato gramatikore, qofshin ato kuptimore, aty në pa kujdesive duhet njeri me ju rujt shumë, se bëhet fjalë për jetën atë njerëzve, bëhet fjalë për vrasje, bëhet fjalë për tragedi të mëdha. Kushtet e tyre. Ato janë gjëra të ndihshme, kur të qohesh mu marrë me ato punë, duhet me qenë tepër shumë i kujdesshëm. Për qysh mendon, qysh e sheh zoti Gashi realitetin sot, ose realitetin e mas luftës, ajo çështje e tij. Të riartikuloj. Ideja është në qovë se zoti Gashi kishte me qenë mësus bie fjala me një fshat thellë malor, e kish kry punën e vetë, kërkush nuk ish marrë me ta. Në momentin që ai vendos me dalë dhe më ekspozu kësaj shoqënie, edhe me thonë si bie fjala Dik Marti, që atje ku është qysh është, por ideja është që ai ka thonë që ai është hero i këtij vendi, duke u bazuar në raportin e Dik Martit, sot edhe krerët e ushtrisë shërimtare i kemi në Hag, duke u bazuar si bazë. Ai mirët për shembull, Xeni, edhe kur i kem njerëz që mund më na i dhoni tregim, ja ushtrojmë këtë pyetje. Themi kështu. Themi që në secilin regjim ka njerëz që jetojnë mirë, edhe ka njerëz që jetojnë keq, në secilin. Edhe në varësisht pina fakës që e ki,
ose kime jetu mirë, ose kime jetu keq. Ka njerëz që kanë jetu mirë në regjimet e ma hershme. Edhe në Jugoslavi, mandej edhe në Jugoslavin realisht sërbe. Ka njerëz që kanë jetu mirë, edhe në Kosovë ka njerëz që kanë jetu mirë. Edhe nuk kam unë kur gjo kundër atyre që kanë jetu mirë në Jugoslavi ose ma vonë. Për veti, unë e kom jetu keq. Kjo është e rëndësishme. Edhe unë, po ashtu, e kom këshyrë dhe interesin tem. Interes jemi nuk ka qenë me jetu gjatë në Jugoslavi. Mundësisht me marë pjesë në shkatrimin e saj. Tash njeri si unë, që nuk ka qenë, s'ka qenë pjesë të privilegjuarve të ati regjimi, e kom di qësh lufta kundër qëti sistemi, angazhimi kundër qëti sistemi, për mu është legjitim me qenë se unë s'jetoj mirë. Pra ata që jetojnë mirë, e të angazhohen për mirë mbajtjet ati sistemi. Edhe mande e shojmë kush fiton. Kështu ka qenë edhe puna e, qësh me thonë, organizimit armatosur. Për njerës si Zoti Thaqe, Zoti Veseli, jeta nën Jugoslavin sërbe të Miloševićit, që i thojmë na, ka qenë e pa pranushme edhe e pa përbalushme. E keqe. Si shkurt, ka qenë aq e keqe, sa që për ta ja ka vlejt edhe me dalë në mal, edhe me nisë rezistencë edhe luft armatosur. Pra, veç aj akt e tregon sa e kanë konsideru të pa përbalushme jetën në atë sistem. Për një pjesë të madhe të njerëzve në Kosovë, ka qenë jetë e rondë. Mirë po, ka pas edhe njerëz që kanë jetu mirë. Për një pjesë të madhe të njerëzve, lufta ka mujtë me qenë edhe pa nevojshme. Për një pjesë tjetër, lufta ose angazhimi i armatosur është pa si zgjidhja e vetme. Këto janë çështje pothuaj, çështje tregu. Cili opcion fiton, ai opcion del në ballë. Kur gjo kundër atyne që kanë mendu që lufta është e pa nevojshme. Kur gjo as kundër atyne që kanë mendu që jeta qashtu është më e mirë. Pra kur gjo kundër as atyne që kanë mendu që rezistenca armatosur në zgjidhja e vetme. Unë e di që historikisht i kom taku njerëzve që e kam përkrah qëtë opcionin e tretë, luftën e armatosur. Edhe unë për atë sa kom mujtë, jo mundu mi përkrah, mi asistu, mu angazhu për me që për para një opcion për cilin unë e kom mendu që për njerin si unë nuk kom betë rrugë tjetër. Jënë mshel gjitha rrugët, kjo është vetëmja dhe mundshmja. Për njerin e botkuptimeve të mija dhe të situatës teme, unë që shtu kom mendu. Pra ka pas tjerë që kanë mendu që duhet zgjidhje tjera. Mirë po, ndryshe prej tyne, unë kur s'jom hasmu, nuk jom armitsu me njerëz që kanë mendu ndryshe pi meje. Okej, ju mendoni që lufta nuk është opcion i nevojshëm për qëtë kohë, shumë mirë, unë mendoj që është, edhe, që shme thonë, ai tregu i madhë shoqnor, edhe tregu i madhë jetësor, ka me dëshmu cili prej tyne ka me pas sukses. Ajo që unë e shoh si diskutim të pa nevojshëm edhe diskutim të helmueshëm shoqnor, është gjykimi i njëri tjetrit. Në çështje politike, edhe në botkuptime politike, çështje ideologjike, nuk i nevojë mu grind me tjerë nëse ata nuk pajtohen me ty. Ti i grah opcionit tënd. Ata i grahin të vetit. Nuk pajtohemi për qëtë punë shumë mirë. Ju i granit jujes, na i grahim tonës. Nëse në momentin kur dikush prej ndonjë tabori, qohet me thonë ti e ki gabim dhe je i poshtër, ti e ki gabim dhe je tradhtar, aty krijohet një situatë jo politike. Ajo situatë jo politike. Ajo tash situatë e pështirë morale, etike, personale, njerëzore. E mu që asë më ka pëlqy kur në këto ecejake tona
politike është gatishmëria e madhe, edhe individuale, po edhe grupore, për mi qortu edhe mi gjyku tjetri. Që 26 vjetë, këtu njerëzit grinden, kush e ka pas gabim, e kush ka bo dëm, e kush se ka ngu kënd, dhe ti thush, pse duhet mi diskutu këto sende? Një opcion i caktum e ka qu për para një qështje. Një opcion tjetër, po atë qështje e ka qu deri diku. Në këto zhvillime politike, gjithkush përpiqet me bo ato që mendon që është më e mira. Me qenë se bëhet fjalë për diçka jo personale, bëhet fjalë për çështje politike, që te i kalon interesin tënd personal. Kur qohesh ti me shku diku me përkra një luftë të armatosur, nuk mendoj që ato e bën për interes tëndin personal. Natyrisht që ndoshta brenda atij interesit madh ekziston edhe bot kuptimi yt personal, mirë po krye këput për interes personal ajo punë nuk bëhet. Ato janë situata kur duhesh me mendu për nivelin shoqëror, sepse për nivele pak më të përgjithshme. Pak më gjën e kop kjo farë pune. Andaj në çështje politike personalizimi i gjërave edhe gjykimi i tyne është tepër sa një dëmshëm. Sot na jemi ardhur në situatë kur secili prej nesh e akuzon secilin prej nesh për tradhti, për argat Serbisë, për kështu që na sot kemi përfunduar si një shoqëni ku absolutisht gjithkush, gjithkund e njollos, e ka njollos edhe do ta njollos moralisht, personalisht, familjarisht për çështje politike. Për çështje që i shdesht mi te i kalu ato suazat e ngushta individuale. Opozita, pushtetit i thëtë jeni argat Serbisë. Edhe këta i dojnë atyne argat Serbisë. Bezbeli. A ka punëm vlakush për këtë vena, a ketë për Serbi? Dhe me qush po shihet 99% e përfatësuesve të popullit po punoj kanë për Serbi. Edhe veç kur e thush këto, e shre edhe krejt absurditetin e grindjeve, e denigrimeve, e linqimeve pa nevojshme që i buën kësaj shoqënie. Të pjesa opozitës, për shembull në nivelin qendror kur i dëgjon duke bashkë bisedu palët, e ki përshtypjen që këta për një me ka shku polarizimi qaq largë sa që është e pa mundur mu mërin një kompromis. Edhe për një moment, edhe dhe televizorin e she, në filën komunën, PDK-ja bo një koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Në filën komunën, OOK-ja bo një koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Tash një gjo nasja audiencë kemë pashartë, po provoj më të pyty më na i shpjegu. Vlo, a janë me Serbi edhe nalt edhe poshtë, a janë veç nalt e poshtë si janë, që shbohë që ke punë. Qëre, sepse për një me dojna mi shmenë këta njerës. Këta janë me Serbi, po mirë, që kjo vije subjektet. E ditë t'jatë prallën në klasë të parë, atë dytë në kanë mësu. Nisë djali me kërë, me kuaj, me shkupi një fshati me një fshat, e du mi ka përcy një malë. Edhe ajtutet vetë, i vogël edhe ja bën babes, nëse më prishet keri natën malë, qa bëju në ajë, thëtë hajtë se vjen nevoja, edhe të ndreq. Edhe këti një me i prishet keri, i ngrati del bërtet, o nevoj, edhe ajo zvjen dikur ullet e ndreq vetë, edhe shkon atje, kur më rini, thëtë babes vetë, adin, i thëtë baba, ajo nevoja serdhë, thëtë e ti që sherdhë, thëtë e ndreqa vetë. A pishe që pas ka ardhë. Po. Kompromisi është punë nevoje, edhe është punë domosdoshmërie, e jo do si do punë vullneti. Qëre, i shkon mirë me konë të arsyshëm edhe me zhvillu idenë e politikës si kompromis për shkak të vullnetit. Me qenë se nëse nuk e zhvillon për shkak të vullnetit, kemi zhvillu për shkak të domosdoshmërisë, mirë po qare, pa bo kompromis nuk ki, se
alternativ kompromisit është përplasje civile, përleshje civile. Apo do në kompromis, apo po do në... Kështu që kishte me qenë mirë, pas zgjedhjeve gjatë ardhmënisë tonë, grupet politike me kuptu kompromisin si gjendje e rëndëmt në politikë. Politika, që shme thonë, gjendje politike është aftësia e njeriut me lyp zgjidhje, e lypja zgjidhjes gjithmonë e nënkupton një lloj të kompromisit. Nga situata e caktuar në cilën kemi metë. Asaj thojnë gjendje, political condition, kur t'je politik, e një qenjet njerëzore jonë politike se përpiqen me gjetë zgjidhje gjatë jetës, ajo i shkon mirë me qenë çështje vullneti. Pra vullnetshëm, më ulë dhe me thonë, hej, këto janë çështje personale, bëhet fjalë për udhëheqjen e vendit, hajde gjejmë mënyrën qysh me bashkërisht. Me kalu këtë situatë në cilën jemi kurthuru. Ose duhet mu përballë me përplasje civile. Me çka shoqënia lirë nuk mundet mu përballë, edhe nuk do të përballet, është sundimi i njënit mbi tjetrin. Andaj mendoj që partia që është në pushtet, nëse mendon kësaj, e ka gabim edhe është rrezik i madh. Nuk mundesh sa do vota në paq, sa do popularitet mundesh mi kriju gjatë proceseve zgjedhore. Nuk ki me mujt mi dominu tjetrin edhe mi detyru tjetrin me funksionu si mas dëshirës edhe vullnetit tënë. Ato s'ki me mujt. Kështu që ajo nuk o punë numrave, e as nuk është punë e përqindjeve. Ajo është çështje e parimeve të shoqënisë së lirë. Edhe nëse një njeri i vetëm në Kosovë mbet, që nuk pajtohet me qeverinë e caktume, nuk ka me pas dreq që ka me detyru atë, me ju nënshtru një partije ose një sundi politik. Përderisa të ekziston që kjo kushtetut, dhe që kjo shtet që ndërtohet mbi te, kjo do t'jetë realiteti dhe e vërteta. Kështu që marrë këto parasysh, pavarësisht përqindjeve e zgjedhjeve, zgjidhjet politike gjithmonë kanë mu gjetë përmes vullnetit për bashkëpunim, për marrëveshje edhe kompromis, edhe përmes të kundërtës së asaj, që ka qenë slogan partijakive të vendosjes, e ajo është mos lësho pe. Lëshumja e penit është parakusht i gjendjes politike. Partitë opozitare janë kështu si që janë në këtë situatë me këta numra. Megjithatë, neve, si që po e shohim, po shkojna drejt një procesit të ri zgjedhor, e gjithë që me gjas, dhe t'i kemi edhe një palë zgjedhje mas këtyne që planifikohen. Qysh e sheh këtë situatë dhe a dohet me vendos dikush me thonë a nalëm bura, edhe e zëm dritën edhe e këqyrëm diçka se qëtu së ka shkon regull, se marum, jo pse e lodhëm popullin, se kur pe dëgjej edhe këtë frazën e lodhëm popullin, a vend të mushet menja që shumë bukur edhe, të mushet menja që është të bëjt shëmend. është 5 minuta punë shkon. Jo veç ajo, po për shembull kur thojnë populli o lodh, ti thush, a ki fol me ndonjë përfaqësues të popullit? Me cilin përfaqësues të popullit ki fol që të ka thonë që populli o lodh, me qenë se me sa e dijone, përfaqësues të popullit jonë që ta deputet. Që ata janë përfaqësues të popullit si mas meje. E tash, që ta përfaqësues po dojnë me shku në zgjedhje. E tash kur po thot dikush, jo, këta nuk janë përfaqësues të popullit, se populli mendon ndryshe pi tyne, atëherë kush janë këta njerëz? Pse jeni këto? A janë që ta njerëz përfaqësues të popullit? A jo? Qysh është e mundur na me jetu me një shoqëni ku vazhdimisht votohet për përfaqësues të popullit, dhe masi që ata përfaqësues shkojnë në kuvend, përsëri del populli dhe thot, unë jam i pa përfaqësuar. E kush janë që ta njerëz në kuvend? A janë përfaqësues të tu? A i keni votu vëlla që janë ardhur sta në vend që të? E nëse po, atëherë që ta janë të dash me shku në zgjedhje. Këta janë të folë në emën të popullit, me qenë se i kanë votat e popullit. Edhe unë, kur po e shoh dinamikën politike edhe pi shoh përpjekjet e
përfaqësuesve të popullit me shku në zgjedhje, për mua që ajo është dëshmi e mjaftueshme që populli që ka i interesum me shku në zgjedhje. E këta që po dalin me fol, që me gjithat e populli po mendoj ka ndryshe, unë s'po di me kënd po fol kanë ata. Edhe një send, në shoqni të lirë nuk ka arbitër që vjen me pleqnu edhe, qysh me thonë, me ju pajtu. Një lidh kryt asaj pune. Se ato shoqni e kanë emrin protektorat, ndërkohë që ai angazhime ka emrin patronazh. Na kemi dashur me konë shoqni e lirë dhe pa anvarum. Na kemi dashur me konë shoqni ku kurkush nuk na përzihet në punë tona. E tash në qëtë telashën e madhe që e kem ndërpartijake, nuk ka me ardhur kurkush me na do. Historikisht, tash laf po bojmë. Patjetër. Katolikët dhe protestantët kanë pas luftu, thojnë ajo lufta e madhe 30 vjeçare. Por realisht ka qenë luftë që ka zgjatë shumë ma shumë se 30 vjetë. Qatë shumë ka qenë luftë e përgjakshme ajo, viteve 1500 e diçka. Sa që populata e Evropës ka qenë pas zvoglu për 30% pi vrasjeve. Edhe nuk kanë mujtë mu marrë vesh, edhe në fund i kanë fillu bisedimet paqësore, protestantët dhe katolikët në Gjermaninë e sotme, në qytetet Münster edhe Osnabrück, ku me siguri ka shumë bashkëdhetar tanë sot, edhe 2 delegacione të këtyne 2 rrymave të mëdhaja fetare ideologjike diskutojnë me vitet tona për një marrëveshje paqësore. Edhe në atë kohë s'ka ekzistu bashkësia ndërkombëtare e QBS-a, as BE-ja, NATO-ja, as kur kush mi da, e as me pleqnu, e as me ndërmjetësu. Edhe mas shumë viteve të bisedimeve të pa suksesshme, ata e prodhojnë një send që unë e mendoj është produkt shumë i zgjuar, po edhe i domosdoshëm. 2 grupet vendosin me prodhu palën e tretë. Edhe një pjesë e delegacionit katolikëve, edhe një pjesë e këtyne protestantëve, ndahen edhe e krijojnë palën e tretë, the third party, e cila i zhdesht me, që thojmë na mi bo xhamin pilloqit, e cila i zhdesht me lujt palën ndërmjetësuese të arbitrazhit dhe neutralitetit, me qenë se s'ka pas pikahit me ardha jo. Në tash kur e shohën, natyrisht dokumenti i dal prej asaj edhe marrëveshja paqësore që jo dal është e njoftun si paqja e Vestfalis, mbi cilën është ndërtuar rendi politik ndërkombëtar sot që e njohim. Sovraniteti, integriteti, krejt këto gjëra që atëherë janë diskutuar. Mirë po, teknologjia e marrëveshjes, teknologjia e marrëveshjes paqësore, teknologjia e arritjes së kompromisit, është e pamundshme pa palën e tretë. E pala e tretë kur nuk ka prej kahit del, duhet me dal prej palëve të përfshira. Prej 2 palëve që janë të përfshira në këtë gjë. Po qërën shoqni strukturume si na, që s'paku pretendon të ketë strukturat nevojshme, ajo palë e tretë gjithmonë mundet me qenë edhe shoqnia civile. Krejt që kjo vistër e NGO-ve, mediave, e grupeve caktume të aktivistëve, krejt këta munden me shërby edhe si palë e tretë. Pra edhe grupet politike me zveti munden me e prodhu këtë palën e tretë. Mirë po para se mi prodhu palën e tretë, duhet mendoj unë duhet me e pranu që bëhet fjalë për 2 kampe të, qysh me thonë, të përplasuna me zvetin shoqnin tonë. Duhet ta pranojmë që ekzistojnë 2 kampe, sado që mundohemi me e anashkalu ose me e fsheh këtë fakt përmes prodhimit të një mozaiku shumë partijake. Megjithatë bëhet fjalë për çto 2 kampe. E këto 2-ja duhet me zveti herë do kur mu ul me fol edhe mu marrë vesh. Se për ndryshe kem me jetu kësisoj. Se as une nuk lëshoj pe,
në kuptimin e përkatësisë në një kamp caktuar, edhe mendoj që edhe ata tjerë nuk lëshojnë pe. Po nuk lëshojnë pe, edhe kanë slogan, domethënë na nuk lëshojnë pe. Në rregull. Megjithatë, ne po shkojnë drejt zgjedhje, po bëhen fjalë për këto zgjedhje, me gjasë do të kemi, që thash më herët, edhe një palë zgjedhje, apo provohet, sepse më loja ka fillu mu lexu kush ka vesh, dëgju e syme, po, apo provohet që zgjedhjet faktike, reale, të cilat i interesojnë pushtetit, janë ato që të shtyhen dikun ka dhjetori, sepse atëherë është, këto zgjedhje që kanë muaj, sipas bindjes time, janë fazë tranzitore. Ti mbajmë një por zgjedhje për të kalu të një por zgjedhje, këto nuk po e thëmë speshpiki, po e ka thonë kryeministri në ditën e 2 të vitit të ri të Kosova Presi, ka thonë që ne me gjazët të kemi 2 por zgjedhje. A ka mundësi të jetë edhe kjo? Qyre, në munges të, adin kjo fjallës shpërdorën, në munges të vedijes dhe në munges të vullnetit, për me kriju qëtë pajtime dhe qëtë palë tretë në shoqnin tonë, na keme shku në zedhje, mendoj unë për çdo 6 muaj. Për çdo 6 muaj. Edhe unë mendoj që ajo është e domosdoshme. Ose kimu marë vesh për mes vullnetit, ose kime shku për çdo 2-3 muaj a 6 muaj në kutit votimeve me shpresë që përqindja dhe aritmetika e qetë zgjidhjen. Personalisht mendoj që ajo nuk prodhon zgjidhje. Ajo prodhon vetëm mundësi për me nisë një diskutim shoqnor, të bazuar mbi vullnet, sidomos mbi vullnet mirë. E prodhon qatë mundësi, përqindja ta jap një pasqyrë, po pasqyra në vete, pasqyra aritmetike, zgjidhje nuk t'jep, se na nuk jemi me njerë para teje, nuk jem kompira, po jemi njerëz. Kur gjo nuk është përqindja për neve. Si njerëz. Përqindja është e tregon një disponim, po ajo përqindje nuk ka me marrë të shtëpia me mshkel në fyt. Po. Se ka atë drejt. Sa do të qofte madhe, ose sa do të qofte vogël. Zgjedhjet jonë mjeti optimal që shoqënia me e këqyr çfarë disponimi e ka brenda. Mirë po, kur ta sheha disponim tabel, ajo s'ka kur farë kuptimi nëse nuk ekziston edhe vullneti, edhe gatishmëria për mu marrë vesh për kompromis edhe bashkëpunim. Nëse mendojnë edhe partit politike, sidomos partia në pushtet, që tabela në zgjedhje në vete e paraqet zgjidhjen politike në këtë vend, atëhere na keme shku në zgjedhje, unë mendoj ndoshta 1 ose 2 herë gjatë këtij viti. Po shkojna drejt fundit, por çka po më intereson edhe që, po besoj që intereson edhe publikut, këta po e kërkojnë një president konsensual. Jo emër që vjen nga partit, që vjen me librez, po e thjeshtëzoj, që e ka librezën e partisë. Ne me patëm një opcion Vjosa Osmanin që është pas subjekt politik. Për krejt që ka kemi po, aja ka gëzu një respekt ndërkombëtar, po neve që ka na interesën, në Amerikë e kam prit shpesh. E kanë taku, e kanë përqafu, në një moment bile Trumpi ka thonë, nuk e di ja u konë esull, atë shukoni ka thonë, që ju musnejku është, therëm, call me. Tash, neve si qytetarë na interesën edhe një lafi mirë. Na interesën. Tani, këto kur fillun negociatat subjektet politike, thanë kështu. Neve na u duhen një president konsensual. Po, pas subjekt politik, a e pate. Pse nuk pe bëni Vjosa Osmani me zgjidh një problem, sepse është konform kërkesave t'juja të cilat ju po i parashtroni. Unë mendoj që çështja presidentit këtu është arsyetim. Është arsyetim. Unë mendoj që arsyeja e vërtet për qëtë blokad, qëtë paralizë edhe eventualisht për qëtë shkume në zgjedhje, është, s'paku si masmeje, është mos gatishmëria e partisë në pushtet dhe e kryeministrit aktual për me qeveris i vetëm.
ose për me qeveris i vetmum. Ajo që është hetu këto vite, është që Zoti Kurti ka frikë nga marrja e përgjegjësisë karshi proceseve të pa evitueshme që ndodhen para këtij vendi. Çfarë është zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos zbatimi i marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Qeveria aktuale, me qenë se ka fatin dhe fatkeqësinë të jetë e vetmuar në qeverisje, ajo nuk po don me e zbatu këtë marrëveshje se ka frikë nga përgjegjësia historike. Pra, mira trup kësaj pune, Zoti Kurti i druan mbamendjes historike nëse ai vet fillon me zbatu. Edhe ai lyp shpërndarje të përgjithësisë. Hisenik. Lyp hisenik, lyp aksionar. E lyp diçkafin që o sendi ma i rëndëmt në botë, i cili arrijet me kompromise, bisedime, mirë për arsye për mu pa kuptimta, mas pari shkon grindet edhe përlahet me gjithkon skenë politike edhe i mshel krejt dyrt, edhe mandej kur fiton në zgjedhje në emën të hakmarrjeve, në emën të hajnave në burge krejt, ka frikë me qeveris i vetëm, me qenë se ka nevoj për shoqni edhe hisenik. Ti nëse ki nevoj për shoqni edhe hisenik, nëse je i bindun që kjo marrëveshje jo tepër e madhe për mu zbatu vetëm prej një partijën të ardhmen, atëherë mundësh spaku mi rull gojen edhe mu kujdes qaflet edhe qysh sillesh politikisht. Është e vërtet që para Kosovës ndodhen sfida për të cilat krejt shoqënia janë, duhet me marrë pjesë në dhe përgjithësi në zbatimin e tyne. Me qenë se janë vendime tepër strukturore dhe ekzistenciale për ne, çfarë marrëveshja Brukselit. Asnjë parti e vetme nuk do ta merr guximin me i zbatu suksesshëm deri në fund marrëveshjet që neve na imponohen si obligime të pa të i kalueshme. Me qenë se asnjë parti e vetme nuk e merr atë guxim, qao gjithë kjo e shtyme me zveti, edhe gjithë ky denigrimi njëri tjetrit, edhe gjithë përpjekja me e marrë pushtetin si i vetëm, kur e din që atë pushtet se ki ndërmen mi qu deri në fund, se ki ndërmen. Na jemi t'ju shku sot në zgjedhje, 15, pse s'kemi mujt me zgjedh president. E vërteta është që jemi t'ju shku në zgjedhje se partia në pushtet nuk po don me qeveris e vetme, e nuk po din qysh me kallëzu, që unë po du me qenë pjesë e një koalicioni ma të gjërë, kur nesër kem me shku edhe mu ullë me i zbatu atë, cilën s'kem qare pa e zbatu. Por bashk. E tash nuk po din qysh mi thonë këto, me qenë se mas fjalëve të mëdhaja, cep në cepe, mos lëshope, këto tash është problem me shku, me dalë publikisht edhe me thonë, unë jom ka tutna, me shku atje vetë, se tutna nga gjyqi historisë. Edhe kisha pas qef me shku atje bashk. Krejt në rregull është kjo, po për me shku bashk, duhesh me fol ma but, me fol ma pak, mundësisht me konë ma i shoqnushëm, edhe me konë i gatshëm për kompromise. Po nëse partia në pushtet bëhet kësisoj, ajo mendon që bëhet krejt si parti tjera, edhe e humb e lanin e vet, edhe e humb, që shtojnë anglisht appeal, e humb atë shkelqimin e asaj që shkelqimin ose arsyen pse njerëzit qaq shumë kanë dëshirë me votu. Se me gjithë respektin ton këto vota që i merr lëvizjave të vendosje, i merr për shkak të fjalëve të mëdha, për shkak të asaj që e folëm më herët fjalorit ekstrem, se kur fillon ti mi rull gojen, e fillon mi zbut fjalët, e fillon mu kujdes qaflet, edhe votat i hub. Domethënë ndryshon gjendja në teren. E kur i hub votat, e bjen qështu në 20, 22%, 17%, si që shkrejt parti tjera që kujdesen qaflasin bin, atëhere, natyrisht i mundesh mu bo pjesë e koalicioneve, mirë po, natyrisht qmimi që e pagun është që nuk ki
që si jemo në pozit me shit mend qësh une jom partia dominuese, unë jom partia me e madhe. Me qenë se në kofsh partia me e madhe edhe në kofsh që si Trimi edhe Bajram Curi, shko atëhera atje edhe zbato obligimin ndërkombëtar për cilin këtë bota o ka napret. Po. E s'ka mushit, qësh me thonë, mushit sundues dhe dominues karshin neve, e me pas frikë me shku atje, me kryu obligimet ndërkombëtare me qenë se s'po të shkohet vetë. Ose duesh me qenë bashkëpunues dhe i arsyeshëm, përkundër faktit që mundesh mi hub do vota, ose nëse bashkë që shtu e merë bajrakun e Trimnis, shtrëngoh deri në fund, shko edhe kryja atë punë. Dog edhe na këna orën fund. Po ta nderi një tënë. Për mu ke shumë knatësi, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Falenderoj shumë. Na ke shpjegu shumë thjesht në kuptimin që kanë herë edhe në emisione televizive, po provojna me kallëzu që jem të meshëm edhe përdorëm disa terme që ata të shpia me sigurin në angojnë, tojnë foli mirë, po tybe nuk e mora vesh. Qa ty ka gjysa. Ka gjysa, që ty o miki vekza, diqka. Unë të falenderoj jashtëzakonisht, edhe unë në cilësinë e shikusit, duke nasha duke të dëgju, në shpjegimet e tuja që janë vërtet fantastike. Unë të falenderoj pa fund. Falenderit shumë. Mes të me, deri në emisionin tjetër, miru takov shumë, mas kejtë tyne që u thanë për bez, nuk di që ka thamë ma shumë. Shime.